Të dashur miq të Buçi Podcast, të dashur dëgjues, të dashur audiencë nga dy ekrat, të dashur pjesëmarrës dhe dashamirës televizjes #duatutoj2025, të dashur dashamirës të diaspora për Shqipërinë e Lirë dhe çdo entiteti tjetër që ka dashur këtë lloj ndryshimi, le të themi, në të drejtën e votës shqiptare. Ja dolëm miq. Ja dolëm, jemi këtu sot. Jemi këtu sot në një kohë kur kjo u bë reale. Unë ju bashkova Arjan Leshit, Arbër Leshit, Arilda Leshit, në nismën e tyre Dua të votoj 2025, në bashkëpunim me shumë persona të tjerë që të më falin të gjithë ata që nuk i përmend, e arritëm. Në fund fare, çfarë lloji të mendoni ju për këto, për çfarë ne po diskutojmë në këtë moment? Një gjë ka jashtëzakonisht shumë rëndësi dhe unë do doja që gjithë secili ta nguliti thellë në mendjen e tyre, që në qoftë se ne bëhemi bashk për diçka që e mendojnë që fundamentalisht është e saktë, pavarësisht se sa e saktë është kjo, dhe ngrihemi kundër atij që ka uzurpuar të gjithë fuqinë, të gjithë të ardhmen tuaj, të gjithë mirëqenien tuaj, atëherë ja del. Për çdo gjë që juve besoni, miq të dashur, duhet të çoheni, duhet të hapni grupe WhatsApp-i, duhet të mblidheni në conference room, duhet të bashkoheni në vendet tuaja dhe duhet vërtet të bëni diçka për atë që juve mendoni sepse që është e mirë për juve dhe njerëzit që ju rreth. Bu. CI Podcast.